Kujdes, ky është ushqimi që nuk duhet ta hani asnjëherë para gjumit. Nëse jeni akoma me teorinë e vjetër që pretendon se pas perëndimit të diellit të gjitha ushqimet nuk kanë limit, është koha ta sqarosh. Ka një ushqim që nutricionistët e këshillojnë ta shmangësh në darkë. Është koha të ndajmë një fakt nga fiksimi kur është fjala për dritrat. Një tas i mbushur plot me drita dhe me qumësht pare se të flesh nuk është zgjidhje e keqe, por jo e rekomanduar për darkën. Nëse dritat janë më ëmbëlsues dhe shumica e tyre janë të ngjyrosur, sheqeri mund të ngacmojë gjatë natës dhe të rrit presionin e gjakut. Lajmi i mirë është se të gjitha dritrat nuk janë jashtë kufive. Kontrolloni etiketat me kujdes dhe zgjidh markat që përmbajnë dritra të plota pa sheqer dhe me shumë fibra. Një filxhan dritra është i mirë, por një tas para gjumit nuk do të ndihmojë të ndihesh e qetë para gjumit. Një zgjidhje e mençur për darkën pas orës 8 është kosi. Përmban proteina dhe ka pak yndyrë dhe është i lehtë për të mos rënduar stomakun.